Mund të themi që ka dhe një farë lloj, si ta them unë të, një farë lloj mbjellje fare edhe për pjesëtarët e tjerë, edhe për komunitetin. Jo me do e mos janë duke lexuar libra që të provojnë të lexojnë libra vetëm duke i joshur ata të bëjnë pjesë e një grupi dhe më pas mbase zbulojnë një hobi të ri. Po patjetër, unë mendoj që edhe kjo anë është shumë e rëndësishme, sepse të paktën siç e shoh unë personalisht, po besoj edhe të tjerët që libri për neve është një objekt social, jo vetëm një objekt akademik, se po mësojmë diçka prej tij, po është edhe një objekt social. Mendoj unë në këtë grupin e librave që neve kemi krijuar, kështu që patjetër që është e rëndësishme që mund të ketë edhe individ që nuk janë shumë të përfshirë në lexim, por nëse vinë dhe e shohin që janë pjesë, i përkasin diçka e janë pjesë e një grupi social se qemi ne dhe mund të them që është një grup social intelektual, pse jo e gjejnë dhe ata veten edhe fillojnë të lexojnë edhe të përfshihen më tepër. Edhe në mos direkt, indirekt indikon te njerëzit që të rrethojnë, edhe pa bërë asnjë përpjekje për të përfshirë njerëz të tjerë. Thjesht fati që ti vetë je i përfshirë aty dhe shkon, njerëz cilët nuk kanë interes ndoshta direkt te libri ose të lexuarit, duke të dëgjuar ty që shkon, interesohen ku shkon, çfarë bën. Okay, një grup njerëzish që lexojnë, sa interesante. Do thënë, nga këto pyetjet që lindin, unë kam raste konkrete të njerëzve të cilët kanë ardhur pasi kanë pas një interes të vogël në fillim, po janë bërë pjesë e klubit, thjesht duke u interesuar dhe duke ndjekur, po themi, shembullin e njerëzve që ata njohin. Domethënë është dhe kjo që do s'do indirekt ndikon te shoqëria e afërt.